Shifte në Instagram, të buzëqeshur gjithmonë, dhurata pafund, romanc prej filme, e në përshkrime e shkruajnë jeta ime. E kur i shën kafe, as nuk folin me njëri tjetrën. Secilin telefon sy për tokë, të ftohtë, pa as një grim spretime. Në rjeta e shfaqin një jetë që nuk e jetojnë. E të tjerët, ndoshta që janë në një lidhje reale, fillojnë me u ndje keq, me lakmu, me krahasu, nisin grindje kote, pse së mblen dhurataj, pse nuk bojnë foto si ata, andon me të vërtet, e dashnia që duhej me qenë qetësi, kthehet në një garë performance. Po hajde na ruvesh me këtë kohë ku dashnia matet me followersa. E marrëdhëniet vlerësohen me storje. Njerëzit po dashurohen më shumë me idenë e një çifte se sa me njëri tjetrën. Po rrim bashkë për content, jo për ndjenja, po bojnë lajka më shumë se për shafime.